Salmon me oriz për sot të njerëz të dashur dhe të bukur, edhe jani ta përgatitim së bashku. Në fillim duhet ta pres, kuptohet që nuk do ta përgatit të gjithë këtë salmonin bashkë, por e marr, e përdor gjysmën dhe tjetrin pastaj e mbaj në ngrirje, kur e dua e shkri që e përdor. Tani unë I hedh vaj, limon, krip, piper, këto I hedh salmonit, nuk I hedh shumë gjëra, edhe vaj pak I hedh, se salmoni ka vajrat e veta, edhe lëshon ato vajrat që kështu, nuk do shumë, e vendos në furnin 180 gradë, është gatimi më I shpejt edhe më I lehtë që mund të bëni, edhe kur ktheheni nga puna do 2 minuta, nuk do fare punë, 2 minuta, hajde, tani 15 minuta, nejse. Unë e shoqëroj zakonisht me pilaf, mund ta shoqëroni me çfarë të doni, me sallatë, me ç'të jetë, po tani ku do më mbaj mua salmoni me sallatë, do ha edhe për gjysmore më prapuria. Pastaj ha gjithë frigoriferin. Edhe ndaj e shoqëroj me pilaf që të më mbaj një 2 orë, jo më shumë. Pilafi 1 me 2 siç e dini, I hedh krip, piper, dhe piper pilafit, edhe turmeric, dhe zgjeva dhe disa misra që I gjeta në supermarket, edhe janë yummy. Ciao!